Habitem me disa meshkuj të cilët kur bëhet fjalë për gruan, ata me njëherë thonë se burri I ka hak me I marë 4, dikush thot 6, dikush thot 9, dikush thot 7, 11, ku ta di unë. O njerëz, kuptojeni, Zoti ju ka thënë që ma mirë për juve është ta keni një grua, sepse ai e din kapacitetin e juaj se sa jeni të drejtë me një grua që e keni. Prandaj, jeni të lumtur, një grua ju ka bë baba, ju ka bë zot shtëpie, ju ka bë njeri familjar, dhe kjo është një merit e madhe, sepse sikurse një biznes që kërkon shumë sakrificë, edhe martesa kërkon shumë punë, që të jetoni të lumtur, të jetoni mos ja theni zemrën e gruas juaj, sepse ato janë sikurse lulet, ato mund t'ju japin edhe aromë, por ju japin edhe gjemba. Pasuesit e Ehlibetit, shembull më konkret, burri jem shkon në Gjermani për 2 muaj. Edhe une, si muslimane e Ehlibetit, e di edhe I thom burrit tem që burri jem, këshyre, mos bën martesë tamam, sepse unë jam për ty bollë, se ki familjes, ki s'mundesh ti me I kry gjitha të obligime, por jeme një udhtim, edhe ti duhet me gjetë një femër e cila e din çka është martesa e përkohshme. Apo e merr një femër që e din çka është ehlibeti. Pra çka është martesa e përkohshme, muta niqa, edhe me ata e bën martesën e përkohshme, apo mundet me bo me një të krishtere që është besimtare, nëse ki pasues të Ehlibetit, musliman me Ehlibet këtu në Kosovë, s'ka problem. Gjeje një grua edhe merru vesh me ta për një javë, hiç s'ka problem.